Më bashkohen mbrëmjen e sotme në program, kam kënaqësinë të kem për herë të parë Endri Tafanin, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Zotë Tafani, më mbrëma, faleminderit që jeni në mbrëmjen e sotme në War Report. Gjithashtu me mua është miku jon i programit Garon Kamberi, analist i zhvillimeve ndërkombëtare dhe një njohës i mirë i lëvizjeve gjeopolitike. Zotë Tafani, dua ta nisim së bashku. Kemi një takim të dështuar në Washington mes ministrave të jashtëm të Groenlandës e Danimarkës dhe kemi gjithashtu edhe Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë thënë se duan të marrin të territor me çdo kusht dhe kanë deklaruar se nuk përjashtojnë as mundësinë e ndërhyrjes ushtarake. Ndërkohë ditën e sotme, si Franca ashtu Gjermania dërguan një shifër qesharake ushtarësh, duhet thënë, 28 në total për të mbrojtur këtë territor evropian. Çfarë do të ndodhë me Groenlandën? Me Groenlandën nuk dihet akoma se çfarë do ndodh, po duhet kuptuar që në atë që është kuadri ligjor amerikan, nuk ka të drejtë presidenti, domethënë që të kryet. Pra, lufta aty shpallet vetëm me vendim të Kongresit. Dhe me sa shikohet në Kongres, nuk kanë mbështetje të gjerë. Pra, si republikanët, si demokratët, janë totalisht kundër shpalljes luftës apo kryerjes së një agresioni ndaj një vendi aleat, siç është Danimarka. Dhe që praktikisht do hedhi gjithë traktatin e NATO-s ka për ta hedhur në erë. Kështu që më tepër tani duket sikur jemi në prag të një presioni që sa vjen shtohet nga ana e administratës Trump. Ajo që mund thuhet për Groenlandën është që është më tepër një fiksim personal i Trump se sa një çështje e sigurisë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Groenlanda ka pasur trupa amerikane. Domethënë gjatë periudhës që ka qenë lufta e ftohtë, në Groenland kanë qenë rreth 10.000 trupa amerikane, në të cilën kishte pajisje, radar, sisteme raketore, kishte avion bombardues strategjik, B-27, B-52, dhe pra shërbente si bazë. Pastaj, me kalimin e kohës, filloi të binte numri, pra edhe me rënjën e po themi, të atyre që janë konflikteve që ishte lufta ftohtë filloi të dobësohej deri në vitet 90. Fillim viteve 90 baza mbajti në 3.000 ushtar, tani është me 300 ushtarë, domethënë prapë ushtarë amerikanë që ndodhen aty në terren. Nuk është thjesht për rënje të po themi të asaj frymës konfliktuale, po është edhe për arsye të tjera. Arsye e parë njëherë është që tashmë ti mund të mbash edhe territor me teknologji më të reja, pra ato avionët dikur B-52 e tjerë, B-27 janë zëvendësuar me avion të tjerë, B-2, të cilët i kanë bazat e tyre në Amerikë dhe kryen funksionet më mirë se sa po të qëndronin atë territor. E njëjta gjë për sistemet raketore të mbrojtjes raketave. E njëjta gjë pastaj edhe për faktin që është më e lehtë ti mirëmbash gjërat kur i ke në shtëpi se sa ti mirëmbash në një vend që është me akullnaja të përhershme. Edhe kostot pastaj ishin kosto jashtëzakonisht të fryra, pra të shkosh të mirëmbash një bazë me 10.000 veta mes akullit dhe mes akullnajeve, që praktikisht nuk ka asnjë rrugë, në gjithë Groenlandën ka vetëm 60 km rrugë, domethënë në gjithë atë territor, është jashtëzakonisht e kushtueshme. Edhe kjo është arsye që është hequr dorë edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për vendosjen e bazave aty, pra edhe ato baza që ishin u mbyllën, një pjesë u transferuan, rreth 17 baza kanë qenë, pjesa më e madhe u transferuan Danimarkës, e cila dhe ajo vetë ato baza që i mori nga Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk është se i kanë mbushur me ushtarë. Duhet kuptuar që Groenlanda është një vend që situatë si të shkosh në polin e veriut. Është moti jashtëzakonisht i vështirë, temperaturat janë ekstremisht të urta, mungon çfarëdo lloj infrastrukture tjetër dhe çdo furnizim mund të bëhet ose në ajri ose mund të bëhet në deti. Pjesën tjetër në tokë mund të bëhet furnizimi vetëm me slita me qen, domethënë është praktikisht është sigurie duke bërë një ekspedit në polin e veriut. Për sa i përket pjesës tjetër pastaj të mineraleve të rralla, që flitet shumë për mineralet e rralla. Vërtet është e pasur, mineralet e rralla, por nuk është në një kushteti se çfarë. Domethënë sot Groenlanda pak a shumë është në vendin e 8 në botë për mineralet e rralla. Në vend të parë është Kina, është me 40% të rezervave minerale të rralla. Brazili është 24%, pra është 1/4 është Brazili. Ke vende si Australia, Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë më shumë, bile edhe Vietnami vetë ka më shumë, ka 4% mineraleve të rralla në botë, në krahasim me 1% që ka Groenlanda. Pra, nuk është se Groenlanda është ky vendi i jashtëzakonshëm në këto burime të jashtëzakonshme, thjesht është një vend i cili ka minerale, por jo në sasi të jashtëzakonshme siç kanë këto vende të tjera. Dhe për më tepër, mineralet i ka në zona të cilat është jashtëzakonisht i vështirë shfrytëzimi.
Do të thonë, ti ke permafrostin atje, pra ke akullnajat që janë sipër, të mungon të çfarëdo lloj infrastrukture, temperaturat janë shumë të ulta, pra të gërmosh në ato dhe kostot janë aq të larta që të futesh për të marrë ato minerale sa nuk e vlen që ti gërmosh ato minerale. Kjo është arsyeja që dhe sot kësaj dite nuk është se ka një industri minerale të zhvilluar në Groenland. Pra, po ta shikosh në çdo pikë pamje, nuk është se bën sens. Po ta hapësh hartën, nëse mund ta hapësh prap, hartën me polin e veriut, të tregoj diçka. Pra që harta me pamjen asipër e pikërisht. Tani shikojnë që ato raketat të cilat merren, pra drejtimet e raketave, po të shikosh, ke Norvegjin, që është po themi e pozicionuar fiks për atë drejtim në e cili mund të vinë raketat e Rusisë. Pra, dhe për ata të cilët marrin vesh nga ushtria, raketat janë mirë që të azisohen në momentin kur janë në ngritje, sepse në momentin kur kapin pikun dhe fillojnë edhe shkojnë për poshtë, është pothuajse e pamundur, sidomos me ato që janë me shumë testata që ti kapësh përsëri. Pra, vend më strategjik është Norvegjia, aty është mund të shifra 2 nëse ke parasysh në hartë, pra e shikohet aty. Norvegjia është shumë herë më strategjike dhe aty ka sisteme të mbrojtjes raketore. Pjesa tjetër pastaj është Kanadaja, e cila është po themi e integruar në mbrojtjen në NORAD, pra në mbrojtjen e... Pra pikërisht bëhet fjalë për mundësinë e Pa, mundësinë e mësurit dhe është më rëndësishme, strategjikisht është më rëndësishme Norvegjia aty, edhe Finlanda, edhe Suedia, të cilat tashmë janë pjesë e NATO, se sa është pjesa e Groenlandës. Njëkohësisht është më rëndësishme Kanadaja, në ai krau andej, pra për pjesën tjetër të mënyrës goditjes, se sa janë këto, se sa është Groenlanda. Pra, po të shikosh edhe në ana pikpamje strategjike, thjesht është një diçka e cila nuk bën shumë sens. Kuptohet, nëse do donin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, marrëveshjen e kanë me Danimarkën. Danimarka nuk e ka penguar ndonjëherë që të vendosin baza të tjera, ose në ato baza që janë të çojnë më tepër ushtar, për momentin ata nuk kanë pranuar. Pastaj, për sa i përket sulmit, nga ana... Pse nuk pranojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të kenë më shumë baza ushtarake, më shumë prani ushtarake? Pra, është një qasje e biznesit të Donald Trump marrë Groenlandës? Jo, nuk është, e ka qenë ofruar më parë, nuk e vlen. Nuk e vlen sepse bën më shumë sens për shkakun që ti të kesh trupa në Norvegji se sa të kesh trupa në Groenland. Bën më shumë sens të kesh marrëdhënie të ngushta me Kanadan se sa të kesh marrëdhënie ose po themi atë lloj presioni ndaj Groenlandës. Është, siç thash, është një sfidë jashtëzakonisht e madhe që të mbash një bazë aty dhe për më tepër në anën e sigurisë nuk e vlen. Pastaj, për sa i përket sulmit të pretenduar të, po themi, të Rusisë. Rusia e di fare mirë që një sulm mbi Groenlandën do angazhojë direkt Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, nëse do donte që të sulmonte ndonjë vend NATO-s, më shumë sens do bënte të sulmonte Balltikun, për të cilin, po themi, mbase nuk do kishte ndonjë, po themi, një përgjigje nga ana e Trumpit. Plus që është një vend i cili është shumë i lehtë për të sulmuar. Nuk është e lehtë të sulmosh një ishull si punë e Groenlandës me mijëra kilometra larg, mes detit, mes akujve të tjerë, domethënë përgatisesh një flotë që të shkojë deri atje e zbarkojë është dhe për më tepër pastaj ta mbash me ushqime, ta mbash me infrastrukturë, është pothuajse pamundur. Kështu që edhe nga ana pikpamje strategjike është më e lehtë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të sulmojnë Balltikun. Dhe në këtë rast, mbase Shtetet e Bashkuara nuk përfshihen se sa të sulmojnë Groenlandën, për cilën nuk përfitojnë asgjë, përveç se përfitojnë, po themi, armiqsinë e Amerikës e këtë. Pra, në çdo anë që të shikosh, e kupton që ajo që po bën Trump nuk ka ndonjë, po themi, vlerë nga ana e asaj që është konkrete për ushtrinë, për diplomacinë e të tjerë, thjesht është një fiksim i Trumpit, i cili ka të bëjë më tepër me atë që ai e ka si grandeur, domethënë ajo e madhe që unë e zmadhova Amerikën, bëra shtetin e 51, siç u drejtua njëherë Kanadas për shtetin 51, ose tani i drejtohet Groenlandës për shtetin 51, pra është më tepër një politikë ekspansioniste, por që nuk bën sens, po themi, nga ana logjike dhe nga ana e vizionit strategjik afatgjatë. E qartë. Ndërkohë, zoti Kamberi, Donald Trump thotë se nëse Groenlanda do të vijojë të mbetet Danimarkës me shkrirjen e akullnajave, për Rusinë dhe Kinën do të ishte tejet e lehtë pushtonin këtë territor europian dhe nëse do të kishin Shtetet e Bashkuara, atëherë nuk do të kishte një kërcënim sigurie jo vetëm për Washingtonin, por edhe për mbar Europën. Sa të vërteta janë këto pohime dhe kush është interesi real i Rusisë dhe Kinës mbi këtë territor? Nëse do flasim për gjeografinë, sepse zakonisht debati zhvillohet herë midis gjeografisë, herë midis historisë,
Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë shumë afër Rusinë në zonën e Alaskës, pra në ngushticën e Beringut, ka një hapësirë shumë afër me Rusinë se sa mund ta ketë me Groenlandën, e cila është ishulli më i madh në botë, një sipërfaqe gati 2 milion kilometra katror dhe me rreth 56.000 banor, pra si thush është një shpërpjestim shumë i madh midis sipërfaqes dhe numrit banorëve dhe për arsye që tha Endri, për shkak klimës shumë tashpër, që cilat nuk e mundson atje me një jetë gjallë, por nga pikpamja gjeopolitike dhe gjeostrategjike e ishullit dhe Groenlandës, ky interes për Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Groenlandën ka qenë shumë i hershëm. Pra që në momentin që me 14 janar të vitit 1867, kur Amerika bleu Alaskën, në atë kohë që bleu Rusisë, në perandori Cari Aleksandër i Rusisë, kërkoi që të blinte dhe Groenlandën. Mirë po, në atë kohë, mbretëria daneze nuk e ofroi dhe kjo u përsërit disa herë në 1910-ën dhe 1946-ën dhe 1955-ën. Pra, kanë pasur 4 përpjekje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ta blerë Groenlandën, falë dhe një filozofie për zmadhuar territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ka filluar në kuadrin asaj që quhet doktrina Monroe, që u ripërmend her pas here edhe këto ditë dhe madje në dokumentin e strategjisë sigurisë kombëtare ka një referencë, pra ka një paragraf të posaçëm ku thuhet që Amerika duhet i kthehet kësaj doktrine që nuk kupton çfarë ka rreth territorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është pjesë e zonës së interesave amerikane. Kjo shpjegoi deri diku dhe ndryrën që u bë në Venezuelë për shkak një hapësire gati 30 vjeçare, një qeverisje që kishte dhënë hapësirë Rusisë, veçanërisht Kinës. Duhet të theksoj edhe një element tjetër shumë të rëndësishëm. Besoj që gjithë këto lëvizje që bëhen, përfshirë dhe Iranin në këtë qasje, ka për qëllim, besoj për një frenim, pra në qoftë se do t'i kthejmë asaj doktrinë të Trumanit, që ishte doktrina e frenimit të komunizmit, Trumpi po vjen me një doktrinë të frenimit të Kinës. Pra, Kina, për shkak të fuqisë së saj të madhe ekonomike, ka nevojë për burime të shumta, veçanërisht për burime energjetike dhe në Venezuelë ajo ishte një nga blerëset kryesore të naftës venezuelane, pas ashtu të naftës iraniane dhe do thoja frika gjeostrategjike në këtë rast, se nuk bëhet fjalë për një frikë ushtarake, po bëjmë fjalë për një frikë gjeostrategjike ose frikë gjeopolitike që kushtëzon edhe lëvizjet e kësaj natyre, është që ndoshta Kina po fillon dhe ka menduar strategji dhe është mos e normale, ne po jetojmë tashmë një botë, por shkendet një botë multipolare me disa pole fuqi ekonomike dhe ushtarake të cilat kjo kanë vënë në, do thoja, çekuilibër edhe rendin ndërkombëtar edhe këto lëvizje që ne shohim tani të paktën që nga presidenca Trump e tutje janë lëvizje që tregojnë që ndoshta në qendrat tradicionale të vendimarrjes dhe të fuqisë politike dhe ushtarake kanë rënë kampanat alarmit që ne nuk jemi më të vetëm, ka fuqi tjera që po ngrihen, fuqishëm që po zhvillohen dhe tashmë është ideja për të krijuar një lloj ekuilibri qoftë nëpërmjet këtyre lëvizjeve që po diskutojmë edhe këtu. Përse përket Groenlandës, o territorit e Groenlandës dhe deklaratave të presidentit Trump për ta marrë këtë territor në zotërim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në qoftë se do të referojmë edhe deklaratës të dy ministrave, dhe ministrit të jashtëm Daniels Larsman Rasmussen dhe ministres të jashtme të Groenlandës Vivian Mansveld, njëra nga to, ministri i jashtëm e Groenlandës dha një deklaratë në konferencë për shtyp që ne ram dakord që mos bijem dakord. Pra është një shprehje tipike amerikane, qoftë do ta përktheja, we agree to disagree. Pra, si tush përdori një si toja ironi të gjuhës amerikane, pra të anglishtës amerikane, për shpjeguar situatën mbas takimit në Shtëpinë e Bardhë. Do të theksoja që e gjithë kjo situatë që po ndodh tashmë, pra e gjithë kjo situatë e cila ka vënë jo thjesht në krizë marrëdhëniet ose rendin ndërkombëtar, por ka hipoteza, hamendësime që mund shkojnë drejt tek një nga aleancat më të qëndrueshme që ka qenë në 80 vjetët e fundit, pra, midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimit Evropian. Donald Trump thotë se mes Groenlandës dhe NATO-s do të zgjidhë Groenlandën. Pra duket sikur Amerika ka një qëndrim të qartë për këtë çështje. Ndoshta është bashkohem me Endri në pikën e asaj që quhet diplomacia e presionit në momente të caktuara për ta shtyrë më tej, por mos harrojmë që siç u tha dhe këtu, çdo veprim, po marrim rastin e skenarit më të fundit, çdo veprim
ushtarak i Shteteve të Bashkuara kundrejt Danimarkës, qoftë dhe zbarkimit trupave, sepse trupa amerikane në Groenland në momentin që ne po flasim ka. Aty është një bazë e cila është prej marrëveshjes të 27 prillit 1951, marrëveshje dypalçe për mbrojtjen e Groenlandës midis Danimarkës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, baza ajrore e Tules, e cila quhet tashmë baza ajrore Pitufik, që e keni vendosur edhe në imazhet në ekran, është një baza kryesore dhe madje përpjekjet për të ndërtuar këtë bazë në vitin në gjysmën e viteve të 50, shpesh analistët i kanë krahasuar me përpjekjet për ndërtuar kanalin e Panamas. Aq përpjekje është dashur për shkak të terrenit mjaft të vështirë akullnajor që ka ishulli i Groenlandës. Dhe kjo bazë aty madje Brendëria e Danimarkës ato territoria ka dhënë. Ai është territori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka pasur madje edhe një gjyq në gjykatën e lartë të Danimarkës për shkak se banorët vendas inuit, që janë eskimez kryesisht që merren me traditat gjuetisë, peshkimit e tjerë, u kompensuan më pas nga qeveria daneze sepse e konsideruan si thua një lloj padrejtësie që u shmangën, u zhvendosën nga territori i tyre. Kush ka parasysh banorët që banojnë në Groenland, ato janë jashtëzakonisht të lidhur me territorin e tyre, siç janë komunitetet indigjene eskimeze, për shembull në Finland, në Suedi apo në Danimark, që është banorët e rrethit arktik. Kështu që në këtë pikpamje unë nuk besoj që po shohim diçka të re. Ajo që është e re është komgulja me cilën tashmë administrata Trump po e ngren çështjen e Danimarkës. Siç e thash edhe në administratën e parë, Trump ka pasur një kërkesë për blerjen e Groenlandës. Pra, e reja në këtë rast është që kjo kërkesë ka dalë hapur, por përpjekje për të marrë Groenlandën nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, për ta blerë atë, kuadrin e asaj politike që ka për zgjeruar territorin, më shumë se për zgjeruar territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kërkojnë të zgjerojnë perimetrin e sigurisë. Pra, po rreth Shteteve të Bashkuara të Amerikës në mënyrë që të mos ndjejnë asnjë kërcënim nga ana e tyre, duke pasur parasysh dhe ato që përmendët ju më parë, pra që falë ndryshimeve klimatike, aty mund të ketë një zgjim të interesit edhe për shfrytëzimin e mineraleve apo të lëndëve të para, që ndoshta kjo tani për qese biznesit Donald Trump ndryshimet klimatike kanë që në vitet 50 që flasim për ndryshime klimatike, bile aty akulli më shumë shtuar se sa është. Po, edhe kjo është një temë tjetër diskutimi, por të paktën ajo që doja të theksoja është pikërisht kjo. Unë këtë ridalje të kësaj çështje tani, sepse tash ka qenë edhe në administratën e parë Trump, po jo në këtë përmas, në 2019 ka pasur një përpjekje për ta blerë Groenlandën, pra një propozim, por natyrisht është refuzuar nga qeveria dhe daneze. Është më shumë thash një rikthim, pra një ripërkufizim i interesave politike të geopolitike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, falë edhe kësaj strategjisë që tashmë për analogji me strategjinë mënore quhet strategjia dënore. Pra, Amerika e para, Amerika për amerikanët dhe çdo gjë që rrethon territorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të jetë sa më e sigurt. Dhe tilla raste shpesh ironizohet edhe me një shprehje të ambasadorit francez, ambasadorit Francës së Shtetit Bashkuar të Amerikës në fillim të shekullit 20, që kur e pyetën ku qëndron fuqia e Amerikës, tha në jug ka një shtet të dobët, siç ishte Meksika, në veri ka një shtet të dobët, siç janë Kanadaja, në lindje ka peshq dhe në perëndim ka peshq. Pra nga pikpamja për kufizimit kërcënimit geopolitik dhe geostrategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë një territor jashtëzakonisht të sigurt, me 2 oqeane në mes, por tashmë jemi në një fazë tjetër, siç e përmenda pak më parë. Kemi rizimin e fuqive tjera që synojnë të afrohen edhe në kërkim të burimeve energjetike brenda territorit. Megjithatë do të jenë zhvillimet në vazhdim që do të përcaktojnë në rast se kjo që ne po diskutojmë këtu është realitet, apo ka qenë më shumë një dëshirë për të shfaqur edhe një herë, si thua, vendosmërinë e diplomacisë amerikane dhe fuqinë e Amerikës përballë aktorëve tjerë. I qartë, ndërkohë, zoti Tafani, vendosja e trupave europianë, siç e tham, është një lëvizje që në duke është qesharake sa i përket numrit të këtyre trupave, por mban një simbolik të rëndësishme. Europa i thot Donald Trump se ne nuk do të lejojmë të shkelësh ligjin ndërkombëtar, e kur bëhet fjala për forcën, duket se këtë të fundit e kanë sigurisht në dominancë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. A është kjo një lëvizje e cila mund të sjellë përshkallëzim edhe nga pala europiane?
Kjo mund të si... Pratikisht është lëvizje simbolike teme të që është, sepse edhe trupat gjermane për shumë që pak a shumë një skuadër 12-13 veta, nuk ose edhe s'do qëndronin shumë. E njëjta gjë edhe francezët, një skuadër dhe ata, pra në total nuk ose ishin një numër batalionet të mëdha. Nuk ishin batalionet të mëdha, për shumë arsye. Siç e përmend edhe një herë, është shumë e vështirë që në Groenland të mbash trupa, domethënë është një shpenzim i jashtëzakonshëm. Por më tepër kjo lëvizje ka të bëjë me faktin që tregon vullnetin e Europës për të qëndruar në krah Danimarkës, e cila e ndjen veten të kërcënuar. Pra, në këtë rast është më tepër një, po themi, një mesazh e para një për Danimarkën që të ndjen mbështetjen e atyre që janë fqinjet e saj dhe ata që janë vende europiane, dhe e dyta punës është një mesazh edhe për Shtetet Bashkuara të Amerikës që nuk do pranohet në asnjë mënyrë një veprim unilateral nga ana e Shtetit Bashkuar, qoftë edhe me forcë, që do nuk kuptonte pastaj edhe një përplasje brenda forcave të NATO-s që të ishte katastrofale për botën perëndimore. Në vetvete këto mesazhe pastaj varet se sa mund ndikojnë atë që është politika amerikane, ke dy rryma brenda asaj që është administrata Trump, ke rrymën e J.D. Vance-it, i cili është një maga, po themi, edhe mundohet që të jetë edhe më katolik se Papa, nëse Papa është Trumpi, dhe në krau tjetër ke Rubion, i cili është më republikani, më klasik, i cili nënkupton që edhe në planin strategjik afatgjatë, një prishje aleancës perëndimore normalisht i krijon shumë probleme edhe Shtetet Bashkuara vetë. Pra, dhe ironikisht për atë që ishte, po themi, delegacioni me cilin u fol ose që do bënte negociatat, ishte J.D. Vance, pra u qua ai që ishte më i forti, më i egri, domethënë për të bërë negociatat. Dhe Rubio është ndërmjan. Gjithmonë do vendoset, po themi, nga fakti që ke Kongresin Amerikan, i cili është ai që duhet t'i japë luftën, dhe ka pasur raportime që Trump ka kërkuar planin e luftën ndaj Groenlandës dhe nuk është pranuar nga shtabi, po themi, shtabi i përgjithshëm i veti. Pra, duke qenë se mund të konsiderohet një akt tradhtie. Akt tradhtie dhe mbi gjitha do të kishte kosto politike në një kohë kur jemi në vitin e kosto politike, ushtarakët nuk i marrin parasysh kosto politike, sepse ushtarakët tonë, po themi, kosto politike i merr ai politikani. Flasim për Trumpin. Për Trumpin, kurse ata shikojnë atë që është ligji, i cili thotë pra që mund të quhet një tradhti. Për shembull, nëse ti bën plane ushtarake, po themi, për të goditur një vend aleat, mund të quhet tradhti kombëtar, pra varet se interpreton ligjin. Dhe në këtë rast ata nuk duan që të përfshihen ose të gjenden në një situatë në të cilën nesër pas nesër mund të akuzohen për një gjë të tillë. Kështu që është on hold edhe për faktin që Shtetet Bashkuara të Amerikës tani për momentin nuk mund të hapin shumë në zona konflikti. Sapo mbyll një në Venezuelë, në konflikt Venezuelë, është tani ai që është në Iran, dhe kështu që njëkohësisht me Iranin nuk mund të bëjnë, po themi, edhe pjesën e Groenlandës, pra që të hapin dy fronte njëkohësisht, qoftë nga ana ushtarake, qoftë nga ana diplomatike, është pak e vështirë për të menaxhuar. Kështu që më tepër në këtë rast përqendron pjesa e presionit, me J.D. Vance që është ajo, siç është preja polici keq apo polici mirë, që është loja tipike e sherifëve amerikanë, domethënë, dhe polici keq në këtë rast është J.D. Vance, polici mirë është Rubio. Dhe e gjitha kjo shkon në kuadër të një presioni për të parë se çfarë rezultate mund të ketë, domethënë se sa çfarë ndoshta tërheqje do të bëjë Europa. Mirë, ne do të shkojmë një shkputje shumë të shkurtër publicitare për të rikthyer në pjesën e dytë e për të diskutuar atë që nuk ishte paralajmëruar, që ishte mundësia e një fronti të tretë Shtetet të Bashkuara për të sulmuar pikërisht Iranin. Çfarë ndodhi? Pse u tërhoq Donald Trump dhe është kjo realisht një tërheqje nga sulmi ndaj Teheranit? Të gjitha këto më njëherë vetëm pas shkputjes.